Punimet për rekonstruksionin e shkollës nëntëvjeçare Trinks Mali në fshatin Grut të njësisë administrative Rrethina kanë nisur prej disa ditësh. Investimi parashikon restaurimin e fasadës së jashtme të shkollës, rikualifikimin e oborrit të shkollës, gjithashtu pjesë e projektit është dhe ndërtimi i 2 terreneve sportive. Po, fatmirësisht ka nisur. Shkolla në fakt pati marrë një pamje normale, sepse stafi pedagogjik i shkollës Trinks Mali ka punuar shumë për të dhënë ndryshim shkollës dhe më vjen mirë që mediat tashmë e kanë vënë fokus se dikur njëhej mediat e etiketonin si stall baktish dhe sot etiketohet si një shkollë model, por më vjen mirë që bashkia ka vënë dorë dhe po e çon shkollën drejt standardeve. Domethënë shkolla ka filluar fasada jashtme, edhe izolimi i terracës, rregullimi i lluqeve, do të ndërhyet në kanalizimet e oborreve dhe shtrimin e tyre, gjelbrimi i pjesës së jashtme, edhe ndërtimi ajo që është më e bukur dhe më investimi më i madh është ndërtimi i 2 ambienteve sportive shumë moderne. Ndërsa me ndërtimin e terreneve sportive, shkolla do të jetë edhe një qendër multifunksionale në shërbim të komunitetit. Jo vetëm nga ana estetike, por ndikon shumë edhe nga ana pedagogjike, sepse normalisht që procesi mësimor do të zhvillohet në kushte më normale, edhe që këndi sportiv është shumë i rëndësishëm sepse sporti është pjesë e rëndësishme e fëmijëve. E fëmijëve dhe të gjithëve do të shfrytëzohet edhe për aktivitete pjesa e këndit sportiv, do të afrojë shkollën me komunitetin, duke qenë se Gruda, që në fakt është gati si një lagje e Shkodrës, nuk ka asnjë lloj këndi argëtimi, pra nuk ka një kënd lojrash, as nuk ka një kalçeto, as nuk ka një. Do jetë pastaj që shkolla do jetë qendër komunitare. Do ta lidhi shumë me komunitetin, pra shkolla bëhet shumë e dashur pastaj për gjithë komunitetin e Grudës. Investimi që po realizohet është një bashkëfinancim i Ministrisë së Arsimit me Bashkinë Shkodër, ndërsa punimet pritet përfundojnë brenda një periudhe të shkurtër kohe. Në këtë shkollë marrin dija rreth 300 nxënës të arsimit parashkollor dhe atij nëntëvjeçar.